është receta që do të përgatisim sot, një pjatë me kastraveca turshi. Për këtë recetë që do të përgatisim sot, do të na duhen këto përbërës. Gati 600 gram me kastraveca. Do të na duhen 2 lugë gjelle me krip. Do të na duhet 1 filxhan çaj me uthull dhe 1 tufë majdanoz, 1 tufë kopër, gjithashtu dhe 1 kokër e plot hudhër e qëruar. Do të na duhen disa kokra piperi të zi dhe të bardhë. Këtu kemi gati 1 lugë kafeje me limon tost. Gjithashtu do të na duhen dhe ujë, gati 2 gota me ujë. Në këtë enën ku kemi vendosur ujin, këtu do të shtojmë uthullën, do të shtojmë kripën, do të shtojmë edhe kripën, por shohim që nuk i kemi mbushur, do me thënë luga nuk duhet të mbushet shumë. Gati 2 lugë të tilla me kripë. E përziej mirë, vendosim, shtojmë edhe kripën dhe e përziej mirë. Gjithashtu këtu shtojmë edhe limon tosin dhe përpiqemi që të treten pak këto duke i përzier vazhdimisht. Në një enë qelçi të tillë, në një vazo të tillë, do të vendosim me kujdes të gjithë kastravecat që i kemi larë dhe i kemi pastruar. Mund t'i vendosim në këtë formë të paprerë, por dhe mund t'i presim në rraf. Enë ku kemi vendosur të gjithë kastravecat, tu do të shtojmë kokrat e piperit të zi dhe piperit bardh. Gjithashtu do të shtojmë dhe 1 kokër hudhër të qëruar të plot. E kemi përzier uthullën me ujin dhe e kemi tretur kripën mirë. Do ta shtojmë me kujdes të gjithë këtë masë në enën e qelçit. Gjithashtu vendosim sipër kastravecave dhe majdanozin dhe kopërën, e fusim fort mirë që të mbulohet, të futet mirë në enë. Gjithashtu do të shtojmë edhe pak ujë që të mbushet kjo plot, ujë me uthull dhe e kemi gati. I vendosim kapakun dhe për 2 javë kastravecat do të fermentohen dhe do të krijohet kastraveci turshi. Kjo është mënyra pra për të përgatitur recetën e kastravecave turshi.